Përshëndetje, miq të dashur të emisionit Bota Jonë dhe të televizionit DTV. Jemi bashk edhe këtë të diel për t'ju sjellur eksperiencat të ndryshme të fëmijëve nga shkollat nga këta po na vinë. Sot të ftuar në studio do të kemi 3 nxënës të klasës së 5, të cilët do të na flasin për këtë vit shkollor, sepse tash pothuajse jemi në fund të këtij viti dhe normalisht që dëshirojmë t'i dimë përvojat e tyre përgjatë këtij viti. Në studio kemi 3 nxënës të shkollës Nazim Gafuri, të cilët do të na tregojnë se çfarë e ka karakterizuar vitin e tyre shkollor. Bashkë me mua në studio është edhe Adia si gjithmonë. Përshëndetje Adia. Përshëndetje. Para se të kalojmë tek nxënësit, unë dëshiroj me pyet Adian, sepse edhe Adia është nxënëse klasës së 7 dhe më na tregu pak se si ka qenë ky vit shkollor për ty. Ka qenë pak i vështirë masi kom dalë në klasën e 7, por rrugtimi ka qenë pak më i lehtë. Duke qenë se në klasën e 6 veç se jam ambientu me mësimdhënësat, por mendoj që klasa 7 ka qenë vazhdimsi e gjithë mësimeve që e ke pas, sepse paka shumë janë lëndët e njëjta, por vetëm shkon duke u vështirësuar lëndat, a them. Cila ka qenë lënda më vështirë ose ndonjë nga testet më të vështira që ke pas, ose pengesat, sfidat që kanë karakterizuar këtë vit në ndonjë lëndë caktuar? S'ka pasur ndonjë lëndë që ka qenë aq shumë e vështirë, as ndonjë test ka qenë i lehtë, do të them. I lehtë. A ka diçka që kështë pas dëshirë me na tregu të veçantë që ka pas ky vit shkollor për ty? Ndonjë ekskursion, ndonjë vizitë që ka pasur qoftë nga ana juaj në ndonjë institucion apo nëse ka ardhur dikush t'ju vizitojë në shkollën tuaj? Ka pasur aktivitete shumë këtë shkollë. Këtë vit shkollor? Po, më ka pëlqyer shumë sepse në Pjetër Bogdan nuk kam pasur atë shumë aktivitete. Po, sepse tash jeni bashkë me shkollën e Minduraku dhe mbani pothuajse emrin tash e Minduraku, apo? Po. Atë ju themi mirë se keni ardhur mysafirëve tonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Hira, Arliri edhe Arja janë nxënës të klasës të 5 në shkollën Nazim Gafuri, të cilët besoj që kanë qenë mjaft aktiv gjatë këtij viti, sepse fakti që mësuesja ka përzgjedhur që t'i kemi këta nxënës të pranishëm në studio, tregon që kanë qenë nxënës shembullor dhe normalisht kanë se çfarë të tregojnë. Apo na tregoni në pika të shkurta secili nga ju se si ka qenë ky vit shkollor dhe pastaj do të flasim pak më në detaje. Hira, po filloj me ty. Ky vit shkollor ka qenë shumë i mirë, sepse ne kemi bërë shumë aktivitete të ndryshme dhe kemi shkuar në ekskursione, të cilat kanë qenë fantastike. Këto aktivitetet, a mundesh më na të specifikon ndonjërin prej tyre cila ka qenë më veçantë ose çfarë ke mësuar nga këto aktivitete, sepse gjitha këto të bëhen për një qëllim të caktuar, sidomos kur jeni nxënës. Po, një aktivitet që mua më ka pëlqyer më së shumti është për fjalor. Ne kemi mësuar më shumë fjalor shumë të ri, të cilat nuk i kemi ditur dhe ai për mua më ka pëlqyer shumë. Arler? Unë në këtë vit shkollor kam kaluar shumë mirë, edhe më ka pëlqyer shumë ky vit shkollor, edhe kemi pasur shumë suksese të mira. Më ka pëlqyer edhe më kanë pëlqyer ekskursionet edhe mësimet edhe të gjitha gjërat që kanë ndryshuar në këtë shkollë këtë vit. A ke dëshirë na tregu, a ka pasur ndonjë gjë gjatë këtij viti që e ka karakterizuar dhe ti ke dëshirë me mbajt mend nga klasa e 5? Po, sepse për shembull shoqëria ka qenë shumë e mirë, ka qenë mësueset, edhe drejtëresha, stafi e të gjithë. Arja? Ky vit shkollor për mua, të gjithë kemi kaluar suksesshëm, por për mua ishte e mahnitshme. Më së shumti që më ka pëlqyer nga ky vit shkollor ishte lojrat interaktive që e kemi bërë me mjetin të ri që e kemi marrë tash, smartboardin. Ne ato kemi bërë shumë lojra interaktive që janë lidhur dhe me mësimet që ne kemi mësuar në shkollë, si për shembull në matematikë, në natyrë të tjerë. Adi? Cili aktivitet ju ka pëlqyer më së shumti? Mua më ka pëlqyer aktiviteti për një qeshurin. Ne kemi dalë jashtë dhe kemi bërë shumë aktivitete të ndryshme, si për shembull kemi luajtur me topa dhe XX. Do më thënë ka qenë aktiviteti tash së fundmi që e keni organizuar, po?
Për mua ka qenë në lëndënjëri natyra, sepse ajo është lënda ime preferuar. E kemi bërë me ngjyra, se si ngjyrat shkojnë poshtë ujit dhe është ku më mbet lartë. Halo dhe ne kur aqesim ngjyrën përmbi. Edhe ka qenë edhe një kur në gjuhën shqipe labirinthi me fjalur. Mua më së shumti më ka pëlqyer aktiviteti kur kemi bërë në klasë, ishte me të vërtetë e pabesueshme dhe për mua do të ishte e paharrueshme, sepse ishte me të vërtetë interesante dhe e lidhet me lëndën e njeriut në natyrë. Por a ka pasur ndonjë sfidë cilën e keni hasur gjatë këtij viti, sepse besoj që secili fëmijë sa më shumë që rritet edhe kalon në një klasë tjetër, mendon që do të ketë sfida më të mëdha në mësime. A ka pasur ndonjëri nga ju ndonjë sfidë cilën mundet me cilësu pak më të vështirë, sepse ta themi sfida më të lehta, ndonjëherë ndoshta s'keni kuptuar ndonjë mësim caktuar, këtu ndoshta ta themi janë pak më të vogla, apo ndonjë sfidë më të madhe gjatë këtij viti shkollor a keni pasur, edhe cila është ajo të cilën e kishit të cilësuar si më të vështirën? Arler? Për mu kanë qenë në njëri natyra edhe një herë pëceke qelizat, sepse nuk është që i kemi mësuar në klasën e 4, po për e herën e parë dhe ka ndodhur që ndonjëherë nuk e kam kuptuar mirë, por pasaj kam kuptuar dhe sot i di shumë mirë. Unë kam përshtypjen që je nxënës që me patjetër dëshiron çka do që mësoni, me patjetër dëshiron që me kuptua dhe pastaj me vazhdu me njësin tjetër. Po. Hira? Po, ne kemi bërë shumë sfida, por njëra është që në disa aplikacione të reja, të cilat ne nuk i kemi mësuar, por ne tashmë jemi duke i përdorur ato dhe jemi duke sfidu veten. Për mua ndoshta sfida më e madhe do të ishte testi brendshëm, ku kemi garu mes klasëve tjera mësimit që ne po e bëjmë. Ajo ishte vështirë, por prapë ja dolim që të ishim klasa më e mirë. Çfarë keni mësuar diçka të re në klasën e 5? Ne kemi mësuar shumë gjëra, por unë që kemi mësuar është thyesat. Thyesat ishin disa gjëra të re për ne dhe ne kemi mësuar shumë shpejt ato. Ne kemi mësuar shumë gjëra të reja, por kanë qenë edhe disa lojra edhe në edukatë fizike, që përmendje edhe diçka sportive për shembull, disa lojra që na ka tregu mësuesja. Kurse për mu, gjëra të reja që kena mësu këtë vit shkollor, mësuam vetëm me të vërtet shumë, por do ta lidhe me njëri natyra, kur ne mësuam mësimet të reja që nuk e kena mësu në klasat e mëparshme, si për shembull qelizat, ose fazat të ndryshme të njeriut, të tjerë. Ju jeni nxënës të cilët tash 2 vjet jeni pjesë e mësimit tërditor. A mundeni me më tregu para se të flasim për mësimin tërditor që tash 2 vjet po e zhvilloni, a ka ndikuar në zhvillimin tuaj më shumë se sa mësimi që keni mbajtur më herët, domethënë vetëm para dite ose vetëm pas dite, por tash po mbani thuaj se gjithë ditën jeni në shkollë. Cili lloj ose cila formë mësimit ka ndikuar që ju më u zhvillu më shpejt, mësimi tërditor apo mësimi siç ka qenë më herët? Hira? Mua më ka pëlqyer më shumë dhe siç është mësimi siç është tash tërditor, sepse mua më pëlqen më shumë, sepse ne kemi më shumë kohë për shembull të i shprehim mendimet tona dhe të jemi më të... Edhe ndoshta të socializoni akoma më shumë nxënësit që keni brenda klasës, sepse tash kam përshtypjen që keni më shumë kohë që të luani mes veti, të realizoni aktivitete të ndryshme dhe keni më shumë mësimdhënës, apo? Më herët keni pasur vetëm një. Tash sa mësimdhënës i keni gjithsej? 3. I keni 3. Mësuesen tuaj, në një mësuese të artit, a keni? Jo. Të muzikës? Po. Edhe të edukatës fizike? Jo. Nuk keni? Të cilës lëndë keni? Gjuhë angleze. Të gjuhës angleze.
Në rregull. Arlir? Për mua ka qenë më mirë atëherë, por për të mësuar dhe për të jemi më të suksesshëm është mësimi tërditur, sepse mësojmë më shumë gjëra dhe kemi kohë që të luajmë dhe të kalojmë kohë më shumë me mësuesen ose me shok ose shoqe. Arja? Për mua më shumë më pëlqen mësimi tërditur që e kemi tash. Është orari pak i gjatë, por prapë ne kemi kohë edhe që të rrim bashkë me njëri tjetrin, që të bëjmë aktivitete të ndryshme ose lojra interaktive që nuk i kemi bërë ndonjëherë. Cila lëndje pëlqen më së shumti dhe pse? Mua më pëlqen lënda shoqëria dhe mjedisi, sepse ne aty mësojmë për traditat të vendit tonë dhe për traditat jashtë vendit. Për mua më pëlqen lënda e njeriu natyrës dhe lënda e edukatës fizike. Mua më së shumti më pëlqen lënda e matematikës, sepse edhe ndërlidhet kur dalim me klasën e 6, që lidhet edhe me fizikën. Arsyet pse ju pëlqejnë këto lëndë, ndoshta munden me qenë ndonjëherë edhe aktivitete të cilat realizohen brenda orës mësimore, sepse ndonjëherë mendoj që ajo se çfarë mësoni edhe aktivitete që realizohen brenda orës ndikojnë që nxënësit ta pret me shumë gëzim një orë e cila po vije. Nuk e di saktësisht ndoshta se sa herë në javë mbani këto orë, por a keni ndonjë lëndë të caktuar që mezi pritni që të vi e hëna, ose premta, ose marta që ta mbani me patjetër atë lëndë? Ose që e keni, apo? Po, për mua është lënda e muzikës, sepse më pëlqen edhe ajo lëndë dhe kemi një herë në javë. Tash që po mësoni me mësimdhënësit muzikës, a është ndonjë ndryshim, sepse më herët keni pas mësuesen për gjitha lëndët, dhe tash po vjen një person i cili është i kualifikuar pikërisht vetëm për muzikën. A ka diçka të re që po mësoni në sa i përket muzikës, edhe apo ju pëlqen me mësu gjëra të reja për muzikën? Po, më pëlqen shumë. Unë di me luajtur një instrument, pianën, edhe më pëlqen edhe mësuesja e muzikës se si na shpjegon gjërat e të tjerë, dhe kisha po qef që edhe këtë lëndë me bo pak ma shpesh se me zëse pres me ardhë. Arja? Unë me zëse pres me ardhë lënda poshtë edhe muzikës, dhe djeshta që të hyrë në shkollën e muzikës për cello, dua që ta mësoj mirë atë të luaj atë instrument, dhe dua që të vi më shpesh ora muzikës, sepse kemi mësuar edhe shumë gjëra më të reja, se sa që kemi mësuar vetëm me mësuesën tonë, për shembull taktet, notat të ndryshme e të tjerë. Pra mësimdhënësi po ndikon që ju me dash ma shumë lëndën, apo? Po. Kira? Mua më pëlqen më shumti lënda gjuhë angleze, sepse ne aty mësojmë shumë gjëra të reja dhe si për shembull kohën e tashme, kohën e kryer për në anglisht, dhe ajo është një gjë shumë e mrekullueshme dhe mirë. A mësoni të na tregoni ndonjë pjesë të instrumentit që luani? Po, unë di me lut instrumentin e pianës. Aty kam kaluar shumë sfida të ndryshme ku Që sa kohë ushtron piano? unë aty ushtrej që 3 vjetë. Edhe të një nxënës i shkollës muzikës, apo? Edhe një? A një nxënës i shkollës muzikës, apo mëson piano privatisht në ndonjë kurs? Jo, unë mësoj diku privatësisht në një kurs, edhe më pëlqen ashtu, edhe kam piano të shtëpia, edhe ushtroj çdo herë. A ke marrë pjesë në ndonjë garë që është realizohu? Nuk ka pos gorë, por kanë qenë disa koncerte ku kam marrë pjesë edhe. Kanë qenë 4 koncerte që i kam luajtur deri tash. A më dëshme a tregu se si ndjesh kur performon dhe të tjiret e dëgjojnë performancën tënde? Sepse në koncertet
e muzikës klasike ose në këtë rast koncertet e pianos, mbretëron një qetësi dhe vetëm ti je aty personi i cili të gjithë dëgjojnë prej teje dhe presin se çfarë do të performosh. Çfarë ndjesie t'jep kur ulesh në piano dhe performon para tjerëve? Zakonisht mua ndjesi është shumë e mirë dhe më relakson shumë dhe kam dëshirë që sa herë që luaj piano të jem gjithë në qetësi. A mendon që ky pasion që ke për piano ndoshta në të ardhmen mund të rikthehet edhe në një profesion për ty? Po nuk mendoj se kam bo. Besoj që po nuk e kam... Ke edhe opsione tjera? Po. Arja? Nuk kam ndonjë instrument që luaj, por një ditë për një program të shkollës, unë kam luajtur tupanin. Ishte me të vërtet shumë mirë, sepse ishte kryesorja atë, dhe ishin edhe disa tjerë me tupana, por... Eksperiencë e re për ty. Po, kishte qenë një eksperiencë shumë e mirë për me. Edhe si ndje gjatë performancës, sepse unë mendoj që këto programet që i mbani në shkollë i pritni me shumë dëshirë. Po, ne me të vërtetë të presim me dëshirë, por edhe e kam ndjenë një farë energjie shumë të mirë edhe të këndashme kur e luajta tupanin. Hira? Unë nuk luaj ndonjë instrument, por unë jam në një kër të muzikës, edhe Arja është, dhe ne aty këndojmë dhe kemi bërë shumë programe, si që ta dhe Arja me tupana. Me tupana. Që sa kohë një pjesë ati aktiviteti jashtë shkollor, apo? Sepse ai mbahet në një vend tjetër, jo në shkollë. A mbahet në shkollë? Jemi në klasë. Po. Mbahet është fjala për korin që përmendet. A mbahet brenda shkollës apo në një vend tjetër? Është kori i shkollës, pra mësuesja e muzikës na organizon të gjithë këto programe. Adia? Po, çfarë muzika ju ka ardhur më vështirë, që keni kënuar apo keni luajtur? Po, për mua ka qenë një që ka pos emrin Shkodrone, ka qenë me piano, kur nuk ka qenë koncerti i tretë i ime, që e kam bërë, ka qenë pak më vështirë se këto tjerat, dhe kënga ka qenë vetëm një melodi, dhe ka qenë melodi shqiptare. Arja? Për mu një këngë që më ka ardhur pak më vështirë të këndoj është Believer, që kemi marrë në programin e fundit, që ka qenë dita shkollës. Pra, ajo këngë ishte shpejt, por prapë ja dolëm me shumë vetbesim. Për mua ka qenë kënga Gësel, We Will Rock You, po i ka pasur disa fjalë të vështira për t'i thënë. Shqiptuar? Po, shqiptuar. Po kthehemi pak, po flasim edhe për aktivitetet jashtë-kurrikulare që i keni pasur gjatë këtij viti shkollor, sepse besoj që keni pasur vizita të shumta në vende të ndryshme, keni pasur aktivitete që në organizu nga mësimdhënësit tuaj, edhe keni pasur ndonjëherë mysafir të jashtëm të cilët kanë ardhur edhe e kanë vizituar shkollën tuaj dhe ju. A mundeni me na tregu secilin nga ju, a keni ndonjë aktivitet cilin mezi keni prit që ta realizoni, edhe ndonjë prej tyre që ndoshta ju ka lënë më pak përshtypje? Arja? Një aktivitet që mua më ka pëlqyer shumë ishte kur është në një rrugë natyra, kur ne kemi shkuar lart në kabinetin e fizikës. Atë kishte shumë gjëra të ndryshme, por ne më së shumti ishim aty për vëllimin dhe temperaturën. Ne kemi përdorur mjete të ndryshme, të tonë që kemi bjerë nga shtëpia, por edhe mjete të ndryshme nga kabineti. Arler? Ndërsa unë kam dëshirë që të realizoj një aktivitet me futboll, le ta quaj një turnament. Kam dëshirë të bëj për klasa në futboll. Hira? Ndërsa aktiviteti që mua më ka pëlqyer më shumë dhe është kur
kur ne kemi shkuar lart tek kabineti I fizikës dhe kemi shikuar mikroskopin dhe kemi vendosur gjëra të ndryshme për të shikuar, si për shembull shiqer, kryp, një fjef, luku e të tjerë. Këto janë disa aktivitete që ju kanë pëlqyer, që kanë qenë të organizuara brenda shkollës me lëndët të cilat I keni. A ka ndonjë vizitë që e keni pasur jashtë objektit shkollor në ndonjë institucion, ose a keni ndonjë institucion që juve ju ka lënë më shumë të përshtypjes, unë besoj që mësueset ju kanë dërguar në institucione të ndryshme, të cilat shpesh ishin në televizion, por keni shkuar të vizitoni prej afër. A ka pasur ndonjë event të tillë? Po, për mua ka qenë një vend shumë I bukur dhe shumë interesant, që të shkoj me shuk dhe me shuqe. Ka qenë, kur kemi shkuar në Prevoll, aty ka qenë shumë bukur dhe ka qenë shumë një kënaqësi që kemi shkuar me shoqëri aty. Kur është realizuar kjo aktivitet? Kjo aktivitet u realizua në klasën e 4 dhe më ka pëlqyer shumë se nuk është që kemi qenë shumë nxënësa, kemi qenë vetëm klasa jonë. Kur flasim për aktivitetet, mundeni me tregu edhe ndonjë aktivitet ose vizitë që keni pas edhe para klasës së 5, që ju ka lënë më shumë të përshtypje. Argjiri na tregoi që ka qenë klasën e 4 kur veç ka vizituar Prevollën, kështu që edhe ju besoj që keni ndonjë vizitë e cila ju ka lënë më shumë të përshtypje. Për mua ishte observatori. Ne nuk shkuam ditën sikur në ndonjë ekskursion tjetër, por shkuam në orën 8 të natës, që kjo me të vërtet nuk ndodhte, pra ishte pa besueshme ose pa harrueshme. Ne kur shkuam në observator, shikuam prej teleskopit, e shikuam qiellin dhe po ashtu hënën. Ishte interesant dhe po ashtu disa njerëz që punonin atë, disa specialistë na japën një ligjërat dhe po ashtu na japën edhe disa informata shtesë që ishin edhe nga NASA. Ira? Për mua është kur ne kemi shkuar në qytetin e Ulpianës dhe kjo ka ndodhur tash në klasën e 5 dhe ne aty kemi por shumë gjëra të ndryshme, si për shembull disa gjëra që nuk mund t'i shohim në Prishtinë dhe aty ka pasur gjëra interesante. Ateja? A ka ndonjë vend që dëshironi me vizitu, po ende se keni vizituar? Jo, për mua është kënaqësi që kam vizituar gjithë këto ekskursione, gjithë këto institucione. Nuk është që kam ndonjë vend që kam dëshirë me vizitu me klasë. Ira? Për mua është A ka ndonjë vend që dëshironi ta vizitoni, po ende se keni vizituar? Për mua është të vizitoj gjëra të ndryshme, si për shembull Muzej të Kosovës, gjëra tradicionale që kemi në Kosovë dhe dua të shikoj dhe të vizitoj. Unë me klasën time dua që ta vizitoj kalon e Prizrenit, sepse atë nuk kemi qenë ndonjëherë, por kemi qenë në Prizren. Unë kur isha vogël isha me familjen time, por dua që të shkoj me miqtë e klasës. Bashkë me klasën, sepse besoj që është ndjesi tjetër, kur shkoni bashkë me mësueset dhe klaset dhe vizitoni një vend caktuar. Po. Unë besoj që brenda shkollës tuaj ka nxënës shumë të mirë dhe ndonjëherë organizohen edhe gara të ndryshme, qoftë brenda klasëve, qoftë në nivel shkolle. A ka pasur në shkollën tuaj ndonjë garë këtë vit ose vitet e kaluara që ndoshta keni fituar ose keni qenë finalist asaj gare? A ka pasur apo nuk ka pasur? A bëni ju ndonjëherë gara brenda jush në klasë? Po. Me mësuesen? Besoj që dhe brenda klasëve, në mes klasëve ka pasur ndonjëherë ndonjë quiz apo garë që është organizuar. A keni pasur ndonjëherë? Po, na kena pas. Kena pas gara në lëndë të ndryshme, pra ishin edhe disa finalist. Kjo ka ndodhur një herë edhe në klasën e 3. Në klasën e
pas po presim që ende të ndodhë, sepse nuk e kemi pas edhe aq shumë kohë, sepse po merrem edhe këto me programe, por besoj që do ta realizojmë edhe ngara në matematik, ta pëzgjedhim më të mirë nxënës që është në matematik. Kena posër shumë kuize dhe gora, zakonisht në krës, me të gjitha klasat, nuk është që kam zë një vend, po ka qenë një kënaqësi shumë e mirë për mu, edhe nuk kam mujtë për shumë me zonë ndë një vend, sepse kam rëshqitur. Krusin e keni pasur pranverore dhe vjeshtora, po? Po. A keni marrë pjesë në të dyjat, apo ndonjëherë nxënësit preferojnë edhe mos shkojnë? Mungojnë? Nuk e dija pranverora vjeshtur nuk e kena bo heq, edhen, se s'kena pos nevoj, edhen, se kena pos ekskursione të tjera. Keni pas mjaftueshëm aktivitete? Po. Ira? Si që përmeni dhe Arliri, për krosin, e kemi bërë një kros tek pishat, aty ne kemi të gjithë klasat, kemi garuar dhe ka qenë shumë fantastike. Po flasim pak edhe për shokët dhe shoqet e klasës, se besoj nga mënyra se si po flisni edhe se çfarë po tregoni, mendoj që jeni një klasë shumë e mirë, edhe ka mjaftueshëm nxënës të mirë në klasën tuaj. Si janë raportet e juaja me nxënësit e tjerë në klasë? Edhe a dominojnë më shumë vajzat apo djemt në klasën tuaj? A ka më shumë djemë apo vajza në klasë? Vajza. Vajza. Apo ka gara mes djemëve dhe vajzave se kush po mëson më shumë edhe më mirë? Nuk është që kemi pasur ndonjëherë ndonjë garë kështë të madhe, por ndonjëherë ndonjë garë të vogël, po, se kështë gjithmonë e bën njëri tjetrin të barabartë në të dyja gjinit. Edhe mendoj që kjo ndikon që ju zhvilluani akoma më shumë, sepse mësoni që të luftoni edhe për qenë më të mirët. A ka pasur ndonjë rast që ju personalisht keni pasur me ndonjë shok apo shoqe që keni thënë unë do të dal më i miri këtu dhe e keni arritur atë? Për mu nuk ka ndodhur asnjëherë. Nuk ka ndodhur. Jo. Kira? Asmon. Jo. Për mu nuk ka ndodhur ndonjëherë ndonjë garë me ndonjë nxënës tjerë, por i kemi uru njëri tjetrit suksese se në notat e njëri tjetrit. Adia? Po, si do ta përshuni ju klasën me 3 fjalë? Së me hiren? Po, klasa jonë është e pastër, ajo ka një ambient të ngrohtë dhe pastërti. Klasa është e mbushur me gjëra shkollore, është e pastërt, si që tha dhe Hira, dhe është shumë e bukur edhe shumë e gjerë. Klasën time do ta përshuaj si të pastër, si një ambient të mirë dhe që kemi hapësirë plot për të bërë për shembull aktivitete të ndryshme. A ka ndonjë person i cili ka një profesion të caktuar që dëshironi me pas ndonjëherë në klasën tuaj edhe të ju flet për eksperjencat e tij, sepse unë mendoj që keni nevojë her pas here që të takoni njerëz të cilët janë të suksesshëm në jetën jashtë shkollore, kështu që e keni ju, ata janë të suksesshëm. A ka ndonjë person cilin dëshironi ju që shihni në televizion dhe thuani ndonjëherë sikur ta takonim dhe të na tregonte për rrugtimin e tij? A ka ndonjë person të tillë? A ka ndonjë person që kur e shihni në televizion, i dëshironi edhe ju ndoshta sukseset e atij ose asaj që i ka arritur? Mendoj se secili e ka ndonjë person të tillë. Po, zakonisht mua ja kam po që një këngëtar që quhet Yll Limonin, nuk është që kam dëshirë që të bëjmë si kraj, po më pëlqen se stili i tij dhe këndimi i tij çdo herë që ai bën një këngë dhe i uroj shumë suksese dhe më pëlqen ndonjëherë kur kënon ndonjë këngë që Edhe ndoshta ke dëshirë ta takosh, apo? po. Ira? Jo, nuk ka posur. Nuk e pasur ndonjë person.
Unë kisha pas shumë dëshirë të takoj presidentën Vjusa Osmani. Ajo është shumë e zoja dhe ndonjëherë kam qef të bëm si ajo dhe ta kem mençurinë dhe sinqeritetin e saj. Adia? Çfarë e bën një shok apo një shoqe më të mirë? Të jetë i besueshëm, të jetë zemër mirë dhe të ketë një karakter të mirë. Për mua është që të sillet mirë, të ketë edukat dhe të më respekton nëse të respekton dikë kur flet. Për mua një shok ose shoqe e mirë do të ishte nëse ka durim, nëse ka pashtu edhe një karakter të mirë, por edhe nëse ka respekt ndaj teje. Flasim pak edhe për mësueset tuaja, sepse një pjesë shumë të madhe të zhvillimit tuaj është merit e tyre. Kështu që si mund ta përkufizoni ju me disa fjalë mësuesen tuaj në ndikimin që ka pas në zhvillimin tuaj deri më tani, sepse ju tash jeni në klasën e 5 dhe po përgatiteni për klasën e 6. Klasa e 6 besoj do të jetë pak sfiduese për juve, sepse nga 3 mësimdhënës që keni tash, do të keni 15. Kështu që secili ka metodat e tyre të punës, secili ka ato kriteret të cilat i mban ose rregullat për mbarvajtjen e procesit mësimor, kështu që mendoj që do të jetë pak sfiduese, pavarësisht sa jeni nxënës të mirë apo jo, sepse jo të gjithë janë nxënës të shkëlqyeshëm, por mendoj që nuk po ju pret një proces shumë i lehtë kalimi nga klasa e 5 në klasën e 6. Po, është e vërtet, nuk është që po na pret një gjësi e lehtë, sepse ne do të shkëputemi edhe nga mësuesja që ne kemi kaluar disa momente shumë të mira dhe shumë sfiduese për ne. Tash e keni mundësinë që t'i theni ndoshta për me i thonë diçka mësueses tuaj përmes televizionit, edhe besoj që kjo intervistë do të mbetet gjatë, kështu që cilat janë fjalët tuaja për mësueset, ose ta themi për mësuesen e cila po ju përcjell nga klasa e parë deri në klasën e 5. Çka do dëshironit që të i thonit mësueses tuaj? Unë do t'i them se ajo është shumë një mësuese shumë e mençur dhe besoj që do të jetë kështu edhe në grupin tjetër. Hira? Unë do t'i thoja se ajo është një mësuese shumë e mirë, sepse ajo ka durim dhe ajo na dën të gjithëve të njëjtë. Njësoj. Alia? Unë do t'i thosha mësuesës sime se ajo është shumë kreative dhe edhe që kur ta fillon gjeneratën tjetër, të je gjithmonë mësuese e jashtëzakonshme siç ka qenë edhe me klasën tonë. Tash po përfundon edhe viti shkollor. Çfarë keni për të thënë për gjithë fëmijët që do dalin në klasën e 5? Unë do t'i kisha thënë që të mësonin shumë dhe të arrijnë suksesin e tyre. Unë do t'ju them atyre se të rrënë më shumë me njëri tjetrin. Unë do t'i thoja se mësoni dhe duhet të keni durim, por edhe të lexoni sepse dituria pjojë prap. Adia? Ishte kënaqësi që ishi sot me ne, po e kam vetëm edhe një pyetje. Çfarë ju pëlqen më së shumti te mësuesja jote, te mësuesja juve apo diçka që s'ju pëlqen? Nuk ka asgjë që s'më pëlqen nga mësuesja, por gjëja që më pëlqen shumë është se kur ajo shpjegon, ajo t'i shpjegon gjërat me detaje dhe kthjellë shumë e mirë. Ose se kur ndonjëherë nuk e ke kuptuar mësimin dhe për shembull një ditë tjetër, ajo ti mund ta vetësh dhe ajo ta shpjegon edhe një herë vetëm për ta kuptuar. Për mua, unë do ta përshkruaj mësuesen se ajo është shumë kreative, gjithmonë ka durim të t'i dëgjojnë pyetjet tona dhe nëse kemi ndonjë pyetje, ajo gjithmonë shton informata shtesë.
Besoj që këto janë vetit më të mira që duhet i ketë secila mësimdhënëse, qoftë në ciklin fillor apo të mesëm të ulët apo të mesëm të lartë. Unë besoj që Adia i ka përfunduar pjesën e saj të pyetjeve. Unë në përfund e kam edhe një pyetje, çfarë sfidave mendoni që ju pret në klasën e 6? Edhe a keni frikë nga diçka, nga klasa e 6? Fakti që po shtohen shumë mësimdhënës, lëndët, çfarë po ju brengos ta them më shumë për fillimin e klasës së 6? Mua më brengos më shumë për lëndët që kemi për t'i mësuar kur donim në klasën e 6, sepse ato janë një sfidë e re për ne për t'i mësuar dhe kemi disa kohë dhe është një gjë shumë e mrekullueshme. Për mua nuk është një gjë që më brengos shumë, por dua të shoh lëndët dhe mendoj se janë më të vështira se në shkollën fillore. Më të ullë. Me mësuesen. Mua më brengosin pak arsimtarët e rinë që do t'i kemi, por edhe pak lëndët, se për arsimtarët sepse mësuesja për ne gjithmonë ka qenë sikur një nënë e dytë, po ashtu edhe klasa jonë ka qenë sikur një shtëpi e dytë me plot kujtime. Atje në shkollën tjetër nuk e dina se a do t'i ishte e njëjtë. E përmendë shkollën tjetër. Ku do t'jetë shkolla, ku do t'vazhdoni, sepse tashmë shkolla Nazim Gafuri është vetëm me ciklin fillor deri në klasën e 5, ndërsa shkolla ku do t'vazhdoni mësimin e mëtutjeshëm do t'jetë cila shkollë? Eqram Qabej. Shkolla Eqram Qabej. Mirë. Unë ju them faleminderit që ishit pjesë e emisionit Bota Jon, na pasuruat emisionin në gjithë eksperiencën që keni pasur gjatë i viti shkollor, por edhe me eksperiencat të mëhershme nga klasët, sidomos për pjesën e aktiviteteve të cilat i keni realizu. Shpresoj që të ju ecë gjithçka mirë e mbarë në klasën e 6 edhe besoj që do t'ju presin sfida, por sfidat mira të cilat do të ndikojnë në zhvillimin tuaj. Kështu që unë ju them përqafojeni ato sfida edhe guxoni me gabu, sepse duke gabuar ju mësoni edhe zhvilluani akoma më shumë. Ishte kënaqësi shumë e madhe që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ne kemi kohë që nuk e kemi dëgju Adian duke këndu, sepse Adia është një këngëtare, kështu që besoj që në pjesën e fundit të emisionit do ta dëgjojmë një këngë nga Adia dhe do t'ju përshëndesim në këtë formë. Jam e vogël